Mbi 200 shahist nga vendet të ndryshme u mblodhen sot në Kodrën e Diellit për të marrë pjesë në turneun tradicional ndërkombëtar të shahut i organizuar nga Vizioni M. Para nisjes së garave, organizatorët ndan mirënjohje për bashkëpunëtorët dhe kontribuesit që kanë mbështetur realizimin e këtij aktiviteti. Në mesin e pjesëmarrësve kishte edhe garues nga Kosova. Në një prononcim për televizionin Shenja, njëri prej tyre tha se është pjesëmarrës i rregullt i këtij turneu dhe çdo vit i bashkohet këtij organizimi. Jam kampion i Kosovës për 12 herë me radhë dhe vi nga qyteti i Mitrovicës. Bashkëkohësisht marr pjesë edhe në Ligën e Maqedonisë, ku luaj për klubin e Shata Ampasani. Ky klub është njëkohësisht që organizon edhe këtë turne ndërkombëtar, mund ta quaj Vizioni M, që është viti 6 me radhë që organizohet dhe për mua është çdo herë kënaqësi të marr pjesë në këtë turne. Pjesë e turneut ishte edhe përfaqësuesi i Maqedonisë së Veriut në shah, i cili foli për fillimet e tij në këtë sport dhe pasionin që e lidh me lojën e shahut. Për shumë vite jam reprezentues i Maqedonisë, do të thotë, nga kur kisha 16 vite, luaj një kohë të gjatë. Në këtë turne nuk vi për herë të parë, marr pjesë për çdo vit, për të 6-ën herë nëse nuk gaboj. Lojën e kam mësuar nga fëmijëria, nga gjyshi dhe tani jeta ime është e lidhur ngushtë me lojën e shahut. Për televizionin Shenja u prononcua edhe organizatori dhe njëkohësisht përgjegjësi i turneut, i cili theksoi rëndësinë e kësaj ngjarjeje për promovimin e shahut dhe bashkimin e sportdashësve. U marrin pjesë vendet nga rajoni, si dhe gjithë qytetet e Maqedonisë së Veriut. Vitin e kaluar kemi patur te 180 shahist, kurse këtë vit mbi 200 shahist janë paraqitur, kështu që turniri ka marrë një primat shumë për masa të mëdha. Këtu duhet të falenderoj shoqatën Vizioni M. Këto shpërblimet për fituesin ne kemi bërë simbolike, jo dhe një çmim maramendës ose të thona 500, 600, 700 euro, jo, se shkaku se ky turnir është më tepër i bashkon shahistët. Ky është viti i 6 me radhë që turneu organizohet në Tetov, respektivisht në Kodrën e Diellit, duke u shndruar në një traditë të rëndësishme për komunitetin e shahut në vend dhe jo vetëm.